Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sot do të flasim për një virtyt prej virtyteve të moralit që në arabisht quhet al-wafa. Unë e kam përkthim mbajtja e fjalës. Po është më shumë diçka se sa mbajtja e fjalës. Më thënë, wafa është ruajtja e premtimeve, ruajtja e marrëveshjeve, përmbushja e amaneteve, mirënjohja ndaj të mirave që ti ka bërë dikush, si dhe mbrojtja e miqësisë dhe dashurisë. Kretë që këto në arabisht shprehen nëpërmjet kësaj fjalës el wafa. Normal, edhe fjalën kur e ma, edhe besën kur e jep, në me thonë, edhe marrëveshjen kur e zbaton, edhe premtimin kur e çon vend, edhe të mirën kur ja di dikujt, kretë këto quhet wafa. Besimtari, në me thonë, është, të themi, besnik, është i fjalës, është i besës. Allahu subhanahu wa taala në surën Mu'minun, fillim kur e ka përmend, në me thonë 10 ajete, ka përmend se kush do ta trashëgojë xhenetin. Një për atyre kush ka thonë qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtu besimtarët. Pastaj përmend Allahu subhanahu wa taala kushtet që i plotësojnë këto besimtarët që do të hyjnë në xhenet. Thotë alladhina hum fi salatihim khashi'un, që e falin namazin me frikë respekt, walladhina hum anil lagwi mu'ridun, që i largohen prej fjalëve të kota. Pastaj e përmend, më thonë e japin zakatin dhe thotë walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ata të cilët emanetin dhe fjalën e dhanë e ruajnë. Nuk e shkelin. Do të thonë ata që do të hyjnë në xhenet. E tash, njeri bes lidh ose me krijuesin e vet, ose me njerëzit tjerë. Besa ndaj Allahut është besa ndaj Allahut që njeri ja ka dhënë, që do të thonë faktikisht ne kemi një farë marrëveshje me krijuesin ton, që e kemi bën në dy forma. Forma e parë është kur Allahu subhanahu wa taala është shfaq para njerëzve dhe ju ka thonë, a nuk jam unë Zoti juaj, në Kur'an është përmend kjo. Do të thonë, qysh në qalu bela, qysh do të thonë në para se marrë në jetën e kësaj bote, Allahu ju shfaq shpirtave dhe ju ka thonë, elestu bi rabbikum, a nuk jam unë Zoti juaj? Qalu bela, tham po, si jo Zot. Thotë Allahu, an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin, mos me thonë ditën e kiametit se jemi kon gafil, se kemi ditë. Marrëveshja është, pra ne atë ndjenjen që e kemi për me besu Zotin, kjo është një marrëveshje që e kemi me Zotin, me besu Allahun. Mos me thonë që vallai, edhe marrëveshja e dytë është nëpërmjet pejgamberëve. Pra Allahu na ka thënë pejgamberë, ka thënë në një kohë caktuar, po ajo marrëveshja vazhdon për krejt gjeneratat. Që ne mos me adhuru shejtanin, po me adhuru Allahun. Thotë Allahu subhanahu wa taala për shembull në surën Yasin, alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ajeti 60. An nuk ma keni dhënë fjalën o bijtë Ademit që ju s'keni me bën ibadet shejtanin, sa ajo është armiku juaj i qartë. Ose Allahu subhanahu wa taala që thotë bani Israilëve, i thotë ja bani Israil fkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. O bani Israil, ju kujtojni ato të mira që va kam dhënë unë juve. Wa aufu bi ahdikum wa iyaya farhabun. Dhe majni fjalën që ma keni dhënë, dhe unë e maj fjalën që va kam dhënë. Dhe mua më frigohuni prej meje, thotë Allahu subhanahu wa taala. Pra al-wafa'u bil ahd, me majt fjalën për një marrëveshje, që kjo është, do të thonë, virtyti të cilën besimtari duhet me pas. Mirë, çfarë marrëveshje Allahu, çfarë fjale i kanë dhënë beni Israilit, që kanë me besu Allahun dhe kanë me adhuru Allahun, edhe kanë me ndjek Islamin. Që kjo është marrëveshja që Allahu u ka thënë njerëzve nëpërmjet krejt pejgamberëve. E çfarë marrëveshje atëherë, do të thonë, çfarë fjale ju ka dhënë Allahu nëse dikush e ma fjalën e vet pra me adhuru Allahun, fjalën që duhet me majt njerëzit është me adhuru Allahun. Fjalën që e ma Allahu edhe kur një herë, do të thonë, nuk e shkel atë fjalë, është që më i shpërbli me xhenet ata të cilët e majnë fjalën e tij. Kjo është sa i përket besimit.
Ndërsa sa I përket njerëzve, këtu do me thonë hinë marrëveshjet do me thonë premtimet, takimet, marrëveshjet tregtare, niqahi hinë gjithashtu këtu, niqahi, ruajtja e miqësisë hinë këtu. Se dhe marrëveshjen Allahu subhanahu wa taala e ka marrëveshjen e niqahit, se niqahi çka është? Marrëveshje, kontrat, do me thonë për bashkimin e një mashkulli dhe një femre sipas kushteve të şeriatit. Allahu e ka thënë këtë mithaqun ghalid, marrëveshje e ranë. Marrëveshje e ranë. Do thonë kret këto Allahu subhanahu wa taala I ka thënë, e tash zbatimi I kret këtyre mos mu bon, do me thonë njeri I cili fol po se ban atë që flet, premton se zbaton atë që premton. Tje bes, po të pret në bes. Jo. E kundërta e kësaj, do të ishte e përshtatshme, do me thonë njeri që nuk është lojal, nuk është besnik ndaj fjalës së dhënë, ai do të ishte një farë mashtruesi, një farë bes premi. Do me thonë një njeri I cili e të pren në bes, nuk e zbaton fjalën që ta ka thonë, nuk e çon vend marrëveshjen, të I marr vesh. Më thonë sikur se janë që tash, për shembull, më thonë njerëzit si popull, kështu si kolektiv, ma besprem se sa jahudit nuk ka. E bëjnë marrëveshjen, a e bën marrëveshjen pin fillim, do të thonë çish ka me e prish, faktikisht planifikon çish ka me e prish marrëveshjen. Që tash do të thonë e shohim, po kjo ka ndodhur sa herë në histori, edhe me pejgamberët e Zotit, edhe do të thonë janë njerëz të cilët janë besprem. Do të thonë nuk janë të fjalës. A ne musliman, do me thonë e kena për dinit, po ne e kemi edhe në kulturën tonë si shqiptar. Do me thonë e kemi, se njifemi në botë njerëz të fjales edhe të besës. Se shqiptari kër e ka thonë fjallën për shumë, I ka thonë edhe dushmanit, I ka thonë edhe armikut, ai që e ka vrot djalin, I ka thonë I lirje një muj edhe une me të pa para shtëpies teme kur gjë nuk të bëj. Pse se unë ta kam dhënë fjalën, unë kur thom kështu dhe kështu është, kur thom, apo kjo është, po që kjo cilësi është, do të thonë prej cilësive që Allahu I kërkon prej besimtarëve. I kërkon prej besimtarëve. Do të thonë, premton dushme, çka thot Allahu subhanahu wa taala për pejgamberët e Zotit. Çfarë thot? Wa Ibrahim alladhi waffa. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Najm, e përmend Allahu subhanahu wa taala, a nuk e kanë lexuar ata që është shkruar në sahifet, në fletushkën e Musës dhe në fletushkën e Ibrahimit I cili e ka marrë fjalën e vet. Wa Ibrahim alladhi wa. Çka a nuk e kanë lexuar? Ella tazira waziratun wizra ukhra, se kur kush gjunahet e tjetrit nuk I ma. Thot Allahu, a nuk e kanë lexu në fletushkën e Musës, po edhe në fletushkat e Ibrahimit, se dhe Allahu I ka zbrit fletushka dhe Ibrahimit, ashtu sikur se I ka zbrit fletushka dhe Musës. Vetëm se për Musën, fletushkat e Musës ka disa mendime të dietarëve, janë diçka të veçantë apo është Tevrati. Disa thënë është Tevrati, disa thënë jo. Musës alayhis salam I zbrit edhe fletushkat, I zbrit edhe Tevrati. Çka ka shkruajtur në to fletushka, çajo që shkruan edhe në Kur'an? Se ka do rregulla të përgjithshme, të cilat Allahu subhanahu wa taala këtë pejgamberëve ka zbrit. Kretë pejgamberëve ka zbrit, do rregullat përgjithshme. Ajo është ella tazira waziratun wizra ukhra, se kur kush nuk I ma gjunahet e huaja. Nuk mundet, unë për shembull më përgjigj për gjunahet tuaja. Ti s'mundesh më përgjigj për gjunahet atë tjetrit. A kupton? Mirë, po çish e ka përmend Allahu Ibrahimin alayhis salam, ka thënë wa Ibrahim alladhi waffa. A nuk e keni lexu në fletushkat e Ibrahimit, I cili ja ka një fjalës? Mirë, çfarë fjale? Për çka e ka fjalën këtu Allahu subhanahu? Disa dietarë kanë thënë shkurt, sa e ka çuar vend te manetin e kumtimit të shpallës, sa I ka urdhëruar Allahu, I ka urdhëruar njerëzit me atë që Allahu e ka detyruar. Po është edhe rasti se Ibrahimi alayhis salam, ju e dini fort mirë, do me thonë s'ka pas fëmijë Ibrahimi alayhis salam. Edhe jo është lutë Allahut subhanahu wa taala. I ka thonë, o Zot, me boti me ma dhonë mu një fëmijë, unë atë fëmijën e pres për ti kurban. Edhe Allahu subhanahu wa taala Ibrahimin e ka quajtur Khalil. Për çat, do me thonë, turqit për shembull I thënë Halil Ibrahim, I thënë. Pse Halil Ibrahim? Sa Allahu e ka quajtur në Kur'an Khalil. Khalil çka është? Arabisht të dashurit I thënë Habib.
Ama Khalil është diçka shumë ma shumë se sa i dashur. Ma i afërt mos ka. Njeri ma i afërt i zemrës. Mes njerëzve kur flasim. E Allahu Ibrahim, wattakhadha Allahu Ibrahim Khalila. Allahu e ka marrë për mikun e tij më të afërt Ibrahimin. Edhe mirë po njerëzit mes vete nuk kanë drejt me pas Khalil dikan. Mundesh me pas me dash dikan, dashamir si i themi ne. Se mos themi dashur se ne mos ke çu dashamir apo dost mik. Njeri mundesh me pas mik dikan. Të dost. Mira ma Khalil vetëm Allahun mundesh me pas. Allahu ka ndoje pe krijesave ban Khalil. Për çat ka thonë për me paskon e lejume që unë ta kem një Khalil përveç Allahut, e kësha pas Ebu Bekrin. E ki Ibrahimi a.s. njeri që në gjdo, në kush e lexon historinë e Ibrahimit a.s. e shef se në gjdo rast, në gjdo rrethan, i ka dhonë përparësi Allahut. Edhe kur o konë fjala që me therë kurban djalin e vetë Ismailin. Ibrahimi a.s. faktikisht, dhe me thonë, s'ka pas fëmijë dhe u plak. Edhe në pleçni, Allahu ja çon Ismailin. Mirë po kur rritet pak, edhe thëjnë, kur ki fëmin pleçni, njeri, me thonë, i ban do vjetë, masane i lindë fëmija, është shumë i lidhë për atë fëmi. Nuk është sikur kur i ki 20 vjeçar, 25 vjeçar, edhe veti e fëmi që atër, dhe me thonë, ama, kur ti bëjsh 60-70 vjetë me të lidh një fëmi, s'ki pas fëmi kur. Njeri tranohet mas ati fëmijës. Mirë po Ibrahimi a.s. e kishte harru çka i ka premtu Zotit. Ja ka dhënë fjalën, o Zot, me më dhënë të fëmi, sa i ka besu që s'ka me pas më fëmi. Nëse, në me thonë, e ka pa që më është plaka, po? Edhe kur rritët pak Ismaili a.s. Thënë djetar, kur e ka marrë për dore pak, ka dalë, ka shkutik. O shboj Ismaili, dhe më thonë, në atë moshën, kur janë fëmijët më të amël, si thënë. Në atë moshë, janë nisë me pa në andër të e therë djalin e vetë. Edhe i kujtohet. Miram, qysh mundës, të kuj kimi dhonë tash për parësi? Para mendoni, rast i ranë, si cëlli me mendu këtë. Edhe i thot, o birë jem, unë e po shofë në andër se ti jam të të therë. Çka mendon ti? I thot, kjo është ajet kuranor. Thot, ja ebeti, if'al ma tu'mer, se të gjëdhuni, insha Allahu, minë sabirin. O baba jem, bane ato që urdhërohesh, se unë do t'jem sabërli. Edhe e merë dhe vendos për me theri Ismaili. Mi po, Allahu nuk e lejon një gjatë tillë, se ka prej thika, sikur se është historia, dhe më thonë, zakonisht këtë historie të regojnë në Kurban Bajram. Edhe Allahu ja zbret një dash të majmë. Ama e qojnë vend, vendosi që Allahut mi dhonë për parësi. Dikush së në le futbalin për namazin. Jo gjallin me prej. Dikush kur gjo së në le. Kur gjo, për që e gjumin, kush da dhe qo dhe mare avdes, me falë namaz. Pse? Shfar dëshurije kje ndaj Allahut. Edhe po përmend jo futbal, po që është mos prekni ju që këshirë një futbal, në me thonë, po qashtu është, se sa herë jemi në sprov, kuj do t'japim për parësi? Epshit, dëshirave, ëndjeve, apo do t'japsh asaj që e kërkon Allahu subhanahu wa ta'ala. Për qatë e ka dallu Allah Ibrahim sam, dhe në fletushkat e Ibrahimit i cili e ka majt fjalen, ka qenë besnik Ibrahimi a.s. Sa shef për një me besnik. Gjithashtu, shef kjo cilësie njerëzve të mëdhaj, për qatë në umeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duhet në umeti Muhamedi sallam, duhet mu shtolis me këto cilësi. Këto nuk janë fantazi, këto janë gjona konkrete që duhet me i pas njeri. Për Ismailin a.s. Shëthat Allahu subhanahu wa ta'ala, thot wadhkur fil kitabi Ismail, innehu kane sadiq al-wa'di wa kane nabiyan rasula. Wa kane rasulan nabiyya, më falë. Wadhkur fil kitabi Ismail, innehu kane sadiq al-wa'di wa kane rasulan nabiyya. Përmende, thot Allahu i thot për jamë nësam, përmende në liber Ismailin,
Kush është Ismaili? Djali i Ibrahimit alayhis salam. Ajo kon njeri që e ka majt premtimin, fjalën e dhanë, thot Allah. Ai ka qenë një njeri që e ka majt premtimin dhe ka qenë Resul dhe Nebi. Në të dhja ti përkthejmë pejgamber, profet. Po është Resul një grad më e lartë se sa Nebi. Se pejgambert e Allahut janë enbijat, janë nebit, janë 124.000. Ama rusul janë veç 315 për 124.000. Veç 315 janë rusul. Për këtive 315 Allahu 25 ka përmendur Kur'an. Ma dallumit. Thot Allahu ka qenë njeri fjalës. A dini që ka ndodhë? Ka shumë transmetime në tefsir kur ta lexosh. I ka dhënë fjalë një personit Ismaili a.s. mu taku filan veni. Edhe ai personi e ka harru këtë gjë. Edhe 1 vjet ka shku te i njëjti vend, edhe e ka prit në atë kohë që i ka premtuar 1 vjet, derisa e takon ata rastësisht. Thot ku jeti? Po thot unë, po thot ai di thot që e kemi pas mu taku. Thot edhe sikur mos kishe arti, mos ish mi taku. Thot unë ai kam harruar që e kemi pas mu taku. Thot unë kur nuk isha largu pre premtimi që e kam dhënë. Premtim, me dhon premtim edhe atë ne premtimet ato janë për ditë japim ka janë 20-30 premtime dhe asnjënë se zbatojmë. Ç'ashtu ndodhën ne. Apo vi unë filan vogli vi, zvin. Takomi filan vogli. S'ka lidhje, i tha mama, nëse mu inshallah. Sikur neve kur na bëj këtë dikush inshallah atje në Arabi, inshallah, si të thotë inshallah, ajo inshallah do të më thonë njeri, ta dish që nuk vjene, dhe nëse do Allah, pse se edhe, për s'ka do Zoti Allah, zdeshti Zoti ma, jo, fjallën e dhanë, duhet me majt fjallën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çkim te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tash. Ka thonë mi garantoni 6 gjona, va garantoj xhenetin. Një për atyre Xhezus, po du mu zjeru shumë që mos du mi thonë edhe do gjona tjera. Një për atyre 6 gjërave, ka thonë majni fjallën kur të premtoni diçka. Une va garantoj xhenetin. Do më thonë kur të folni, mos rreni. Edhe një, kur ta jepni fjallën, maje fjallën. Nëse ti të regosh besnik, të regosh, në me thonë, i ndërgjegjshëm, tregosh i fjalës, i besës, do kjo të garanton xhenetin. Edhe shtash ka do raste për shembull keni. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do t'i kallëzoj veç di raste nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur del prej Mekës edhe shkon në Taif, e kam përmendur ne domethënë se sa keq e presin ato banorët e Taifit. Edhe ai mendon atje me shku me përhapi islamin, sen ato e rrehin, e gjujnë, e përgjakin, e shajnë. Edhe pejgamberi largoheti, edhe kur do mu kthin Mekë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o desht me marr besë për dikujt që kanë me mbrojt, se Mekasit do ishin me vrau pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë që ati ka viti 11 i shpalljes, para 10 ose 11 i shpalljes. Edhe i jep besë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kush? Mut'im ibn Adi. Kjo është një prej kusherive të lartë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili takohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam te gjyshi i 4. Mekas. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, am jep besë be dikush. Ama arabët e kanë pashet, nëse i jep dikuj besë, zguxon e tjetri me lënduket. Sikur edhe të shqiptarët, unë i kam dhënë besë unë e këtij, ka ardhur konallin tem, ti s'mundesh marrë te konallin jem. Do të thonë edhe me aty pse ki problem me dikam me marrë te shtëpia jeme, edhe me thotë unë zunë armiku ka dalë se këtu jam unë. I kanë dhënë ato besë, edhe janë armatos me fëmijë, me kusheri, me ket, Muta ibn Adi. O armatos, edhe ka thonë nëse ama mushrikaj, ai Mekas është. Thotë nëse dikush do me pas diçka me Muhamedit, duhet me kalu nëpërmjet neve për me mbritë ai, dhe me na vran neve një herë masanat. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i zon në luftën e Bedrit, kjo mos e më vonë, kur shkon në Medinë me sa me formon ushtrinë, ndodh lufta e Bedrit. Çka bën musliman? Zon një numër të madh të robërve, 70 robë i zon prej mushrikëve të Mekës. A di çka thot pejgamberi?
me ardhë Mutaimi ibn Adia. Ama Mutaimi veç mo kishte vdek. Thot me ardhë Mutaimi. Me ardhë këto. Edhe me më folë për këto, unë e keti liraj këtë për Mutaimin. Qa është kjo? Kjo është një hadith mirën. Kujna, një mushrikit. Një hadith mirën. Thot me ardhë, aj mu me lip, diçka unë i liraj rap për atë. Që qëto krejt isha liru. Rasti tjetër është një person Ebu el-Bukhteri. Ebu el-Bukhteri. Kush është Ebu el-Bukhteri? Një mushrik. Ju e dini se në Mekë mushrikët kanë insistu me çdo formë, me çdo mënyrë, me forcë, me këtë, do me thonë për me i largu pejgamberin pi thirrjes së tij në Islam. Mirë po vënë s'ka lëshu pe. Edhe pejgamberin e ka mbrojt kabilja e vet. Kabilja Hashimitët. Hashimitët, apo? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është djali i Abdullahit. Abdullahi është i Abdul Mutalibit. Abdul Mutalibi është i Hashimit. Hashimi është i Abdul Menafit. Të janë, është familja e Hashimitëve. Do të thonë pejgamberin me kushëri, çka bëjnë me kasit? Do të thonë i vendojnë në bojkot. Kanë thonë çkire. Mas ju s'po e lini fen, i kanë thonë krejtve, edhe ju qirtë e mbrojni këtë kushërinin e juve, edhe pse janë konë plot për ative mushrika, ma pse o konë fizit për jamësën e kanë mbrojt. Bojkot. Me juve s'ka shitblerje, s'ka muhabet, s'ka niqa, edhe i vnojnë më një pjesë të Mekës ati, i thënë të kodra e Abdul Mutalibit, ose Ebu Talibit, nuk e di. Veç ati, edhe qatë shumë, 3 vjetë, edhe e shkruajnë që ketë, kam jo nëzeri ashtë juve që bëni mabet. E shkruajnë, në me thonë, një letër edhe e varin qabe. Dhe me kur kush nuk guxon, me fol me këta, as selam, as shitblerje, as mi ndihmu, as hedije, as martes, as kur gjo, bojkot, si kurse tash që i kajnë bojkotu këto muslimant në Gaza. E keni pa, s'kajnë me hangër. Bojkot. Amo bojkot qatë sahabët kanë thonë, njoni prej sahabëve thotë, qatë që kena hangër gjethe, edhe kure kanë pa një lëkurt një kafshës, që u ka prish ajo, një coftim, e kanë hangër. S'ka pas kur gjosh ka me hangër. Nuk ka pas kur gjosh ka me hangër. Pse se shkruan letra është në qabën ato e kanë shenjtru. Edhe qohët që ki Ebul Bukhteri, edhe shkoni thot një, abe thot, shkajna të bobe, thot, po këta këra babe i kena ne, janë të vdek, edhe kanë vdek, ka pas fëmije, graje, njerë që i kanë vdek, vetëm pse nuk e lën fen. I kanë thonë, ja lini fen, ja kena mi usos krejtve. Qohët Ebul Bukhteria, edhe i thot, njanit, më dhe i thot në vetina, i thot tjetëri, dhe bo një 4-5 vet, edhe shkon Ebul Bukhteri, shkon qabe, thot e merë të shkyjat letrën, që ta ndale bojkotin edhe embargon që i bohën muslimanve. Kur shkon, atë letrën e kështë hangër krimbi, edhe kështë met vetëm fjala Bismikallah, se këshire mushrikt e kanë përdor fjallën Bismikallah. Kreta të marrveshën tjetër, e merë edhe e shkin, edhe përfundon, edhe pejgamberi së nëja ka ditë që ketë. Qysh ja ka ditë? Kur ndodh lufta e Bedrit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju thot sahabëve, këshirni, me bon dikush me nzatekt të Ebul Bukhteria, mos gaboje dikush ta vraje. Pse? Sa Ebul Bukhteria, do me thonë mushrik o kon, nuk o kon musliman. Mirë po pejgamberi sa këshiri çfarë njeri. Këshirni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që shokon me dushmanin. Me adi, a ne a ja dina njëri tjetrit të mirën? Mushrik. Plus, ka ardhë dushmon, mas një, sa e ka bo që këtë gjesë, mi po prap ka ardhë me dine me vra pejgamberin, masën e kur mledhen këtë mushrik të Mekës, se ka ardhë si luftar kundër pejgamberit. Edhe kur njoni prej sahabëve e shef, Ebul Bukhterin, e shef,
thot, a di çka thot? Unë e ti thot nuk tutna, ki sahabia. Unë thot ti muj me të vra, po ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe largot. Ky kur largot, e bul bukteria thot ti sun vret, po të vrasune. I vnohet mas. Edhe ki sahabi hik deri sa e zemuni më një ven. Edhe tu dasht ai me shpat, me godit këtë sahabion, tu dash këtë me bo, ai sahabio e vret. Edhe vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mërzitur shumë. Thot ja Rasulullah, çe kështu. Unë për një mes ateka. Thot pejgamberi sallallahu s'është problem. Ne deshtëm mos me harut mirën. Ne çeket, ama ai do me të vra atëherë, s'ki çka i ban. Atëherë mos thot pejgamberi sallallahu inma aradna al-wafa. Çeket cilësi. Unë deshta mu tregu njerë që si harroj kur kujt mirën. Besnik. Jo besprem, pse se ti më ndihmu. Edhe unë s'ta harroj kur. Ama shka është. Jo muslimanët. Muslimani është i fjalës. A kupton? Muslimani është i fjalës. Prandaj mos me mbajt fjalën, mos me koni besës, mos me mbajt premtimet, mos me mbajt që kjo është cilësia e munafikut. Nuk është cilësia e besimtarit. Për çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shenjat e munafikit janë 3. Shenjat e munafikit janë 3. Kur fol rrem, kur premton se mba premtimin. Kur i lihet diçka në emanet, e tradhon emanetin. Nuk mundet me kon munafik musliman. Muslimani është i fjalës. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka thënë, 3 persona janë hasmit e min ditën e kiametit. Një njeri i cili bëri një premtim në emrin tim, thot Allahu, dhe më pas e then atë premtim. Thot dikush, pash Zotin, valla billah be, kështu be, në emër të Allahut e ban një premtim. E përdor emrin e Allahut dhe pastaj e then premtimin. Pastaj njeri ditë është, më thonë, kjo është pjesa që në intereson neve, i diti është një njeri që e medh një punëtor, një njeri i cili e shet një person të lirë dhe e konsumon atë pasuri, dhe i treti është një njeri që e punsoj një punëtor, e shfrytëzoi plotësisht dhe në fund nuk ja jep hakin. Që këto 3 janë hasmit e Allahut ditën e gjykimit. Pra, dikush që e jep një fjalë, e jep një premtim në emër të Allahut subhanahu wa taala, pastaj, me thonë, e them premtim. Prandaj të nderuar vëllezër, kjo cilësi nuk është diçka që ne, nëse dojna të përmirësohemi si musliman, nëse dojmë që me reflektuat mirësinë dhe dritën e Islamit, ne duhet mu stolis me këto fjalë. Mos më vë për atyre që rrejnë, që e thejnë premtimin, që se mojnë fjallë, që nuk janë besës. Ta dije, për shembull, nëse dikush ka punë me ti, ta dije, thot, ki është musliman, ki e falë namazin, edhe unë e kam besim të ki. Që kështu duhet, që kështu ne e kemi domosdoshmëret me bo. Nuk është kjo disha nëse do, se ka disa prej virtyteve të cilat, vallai altruizmi, shumë e mirë është, me lëmë vetën keq për mi bon dikuj mire, kemi fol një temë për këtë. Ama ja është diçka që shumë pak njerëz se mrin. Ama kjo në mes neve, japim fjalën, bëjmë, për shembull thot Allahu subhanahu wa taala, ja ayyuhalladhina amanu, awfu bil uqud, o ju që keni besuar, ajeti i parë i surës Maide. O ju që keni besuar, çoni në vend marrveshjet, ki bën marrveshje tregtie, ki bën marrveshje, zbatoje marrveshjen. Mos u bën besprem, mos u bën tradhtar, mos u bën për atyre që mashtrojnë. Ki boni marrveshje, marrveshjen duhet me çun vend. El mu'minuna inde shurutin, besimtarët i respektojnë kushtet që i kanë mënu. Që këto janë besimtarët e vërtet. Dhe ne në këtë Ramazan duhet secili, me planifiku që jetën mu mundu dyqysh me ndryshu, se Ramazani është shansa më e mirë për të ndryshuar ne pozitivisht. Të vjen puna, ja, do ta maj fjalën se unë jam musliman, unë i bin sejdë Allahut. Kam e majt fjalën, kam e qeni besës, s'kam e bo tradhtia, s'kam e bo mashtrime. Më thonë, kushtet do t'i plotësoj, çdo marrëveshje do ta përmbush. Atëherë do me thonë, Allahu subhanahu wa taala është razi me neve. Nëse ne stolisemi, me këto
cilësi ose me këto virtyte të moralit. Allahu na mundësoft të gjithë. Walhamdulillahi rabbil alamin.